Pas aksidentit tragjik që ndodhi në rrugën Demokracia në lagjen 11 janari, ku 2 të rinj fatkeqësisht humbën jetën pasi po lëviznin një motor dhe nga humbja e kontrollit u përplasën në shtyllën e ndriçimit. Ndërsa sot policia rrugore ka marrë masa ndëshkuese ndaj të gjithë personave që qarkullojnë me motor pa leje drejtimi apo pa kask mbrojtëse, ndërsa ky aksion do të vazhdojë edhe në ditët në vazhdim. Pas ngjarjes së rëndë të ndodhur në datën 1 qershor, policia rrugore e Vlorës ka intensifikuar kontrollet në akset kryesore të qytetit me fokus të veçantë ndaj drejtuesve të motorave. Gjatë orëve të para të operacionit janë ndërshkuar me masa administrative 10 drejtues motorash, të cilët janë konstatuar duke qarkulluar pa leje drejtimi, pa vendosur kaskat mbrojtëse ose në kundërshtim me rregullat bazë të qarkullimit rrugor. Strukturat e policisë bëjnë me dije se kontrollet do të vijojnë në mënyrë të përqendruar dhe të pandërprer me qëllim forcimin e rendit dhe sigurisë në rrugë. Ky aksion vjen në një kohë kur shkeljet me motor në Vlorë janë bërë një fenomen i përhapur, veçanërisht gjatë sezonit veror, kur rritet numri i përdoruesve të motorave, shumë prej të cilëve lëvizin pa dokumentacionin dhe pa pajisje sigurie. Autoritetet theksojnë se toleranca ndaj shkelcëve do të jetë 0.